E tronditi pa tjetër, Kamzën ku një 17 vjeçar ndodhet në gjendje kritike për jetën pasi është plagosur aksidentalisht nga një tjetër bashkëmoshatari i tij, pra për t'i treguar, le të themi, armën. Si e gjykon Entel? Për fat të keq, në statistikat e rendit nuk mungojnë të rinjt, adoleshentët apo të miturit që hynë në konflikt me ligjin. Shpesh herë ata bëhen objekt i statistikave të rendit si rezultati i përdorimit të armëve të ftohta, siç mund të jenë për shembull thikat, mjetet prerse, domethënë dorezat metalike me radhë, por mund të jenë po ashtu edhe objekt i këtyre statistikave si rezultati i transportit të armëve të zjarrit apo zotrimit të armëve të zjarrit apo përdorimit të tyre. Në rastin konkret, këta të rinj u bën po ashtu lajm në të gjitha mediat e Shqipërisë, sepse njëri është në rrezik për jetën, ndërkohë që tjetri do të jetë po ashtu objekt i trajtimit të ligjit.